Dhe jemi prapë bashkë, kemi ndjekur materialin nga Spitali Rezonanca 3, ndërkohë jemi kthy në studio në fillim të emisionit e paralajmërova që në pjesën e tretë do ta kemi të ftuar një fizioterapeut, i cili është magjistër i kësaj lamie, por që unë mendoj fizioterapia sot është një prej profesioneve më të kërkuara. Kjo nga që punat të cilën bëjmë, pozitat të cilat qëndrojmë gjatë gjithë ditës, dinamizmi të cilën e kemi, por që e kemi pa aktivitet fizik, na bojnë shumë më të nevojshëm për fizioterapi, për shërbime që jep fizioterapeuti. Çdo i dyti person që takojmë, ankohet se ka dhimbje qafe, se ka dhimbje shpine, se ka marramendje, e të tjera. Zakonisht, kur eliminohen të gjitha hulumtimet e specialistëve shëndetësor, ortopedi, neurokirurgu e të tjera, shumica e këtyre ankesave përfundojnë te fizioterapeuti, atje ku një përgjigje është qëndrimi jonë gabim, të cilin e bëjmë gjatë gjithë ditës në zyret tona, në shtëpi kur jemi në telefon. Zakonet tona të këqija që i kemi pjesë të rutinës tonë. Natyrisht që këtë temë do ta trajtojmë me fizioterapeutin i cili mirë çdo ditë me raste të tilla, Arber Smajli, i cili sot është në studio me mua. Mirë se erdhe, Arber. Faleminderit shumë për ftesën. Shumë kënaqësi me të pa studio. Faleminderit. Unë e thash që e bëjmë gabim me vedije të plot. Domethënë edhe çka mënyra ka po komunikoj me ty, garant i vish po të vjen kesh me më thonë drejtohu pak, sepse na qëndrimin e kemi gabim gjatë gjithë kohës. A është kjo arsyeja kryesore pse kemi që kaq shumë ankesa të tilla që i përmenda unë? Sot është një temë që faktikisht nuk folet vetëm në aspekt individual, por diskutohet edhe në pjesën e shoqërisë. Dhe nuk është vetëm, këto probleme nuk janë vetëm tek moshat e shtyra, janë probleme të cilat vinë dhe tek moshat e reja. Zakonisht, nëndër shkaqet më të mëdha janë, domethënë, qëndrimi i gjatë ulur, qëndrimi edhe jo i mirë ulur në karrik. Qëndrimi i gjatë në telefon dhe ushtrime të ndryshme fizike të cilat janë bën në mënyrë të gabuar. Apo? Po. Do me thonë, edhe këtu në ashtin e tuta, tash. Edhe asë nuk u doj me ushtru se muj me bo gabim. Do me thonë, ka ushtrime fizike që mund t'i bëjmë gabim. Patjetër. Ato ndikojnë sidomos ushtrimi si squats dhe deadlift, ndikojnë tepër shumë nëse bëhen gabim, atëherë normal që ndikojnë edhe pjesa e qafës ose shpinës, varësisht prej dhimbjeve të cilën ka pacienti. Po, në ndërkohë po nalim fillimisht tek pajisja jonë e cila edhe flaj me ta që është telefoni. Zakonisht jemi me kokë ullur. A është kjo një ndër arsyet kryesore se kemi kaq shumë probleme me qafë në pjesën më të madhe të shoqërisë tonë? Studimet e fundit kanë treguar që definitivisht është një shkaktar shumë kryesor, për shkak se përkulja e kokës në pjesën e përparme, do të thonë trefishon peshën e kokës. Ne e dim që koka dikon peshon rreth 4-5 kg dhe me një përkulje deri në 15 shkallë, që është një përkulje e vogël, po faktikisht ndikon tepër shumë në muskuj, për shkak se ngurtson dhe ngarkon muskujt, jep një dhimbje, domethënë, edhe tek disjet, ushqyeshmëria dobësohet dhe nyjet po ashtu humbasin atë elasticitetin e vet. Dhe për këtë, domethënë, vjen edhe deri tek dhimbja. Në ndërkohë, përveç uljes së kokës, ajo çka ndoshta na penalizon shumë e na jep dhimbje të tilla, është edhe mos mbështetja e duhur në karrigën e punës. Cila është pozita e duhur, Arber? Pozita e duhur, domethënë, duhet më qenë... Sepse janë 8 orë punë. Për 8 orë punë janë tepër shumë, por duhet të ketë pauza çdo një orë, çdo 40 deri 1 orë, për shkak se duhet të ketë të paktën 1 deri 2 minuta një ecje, apo një zgjatje e muskujve, apo një ushtrim, për shkak se ndihmon kjo në largimin e dhimbjeve dhe ashtu lehtëson edhe e bën një efektivitet më të madh në punë. Qëndrimi gjatë zyreve duhet të jetë, domethënë, 90 shkallë, shpina duhet të jetë e mbështetur për karrikës, po ashtu qëndrimi i monitorit, domethënë, duhet të jetë direkt me sy, jo ult, as shumë lart, dhe do të jetë, domethënë, kjo është një pozicion që zakonisht i preferueshëm në zyret e punës, dhe këmbët do të jenë të mbështetura për dyshemeje dhe kjo është një pozitë që faktikisht realizohet në mënyrë të mirë. Arber, shumica të rinjeve, sidomos këtu po e shti gjinin mashkullore ma shumë, por jo vetëm, e bëjnë edhe vajzat,
në zyret e tyre, kur i kanë monitorat ma ullë poshtë, edhe trupin e kanë në këtë pozicion. Dhe me thonë të mbështetun, po në mënyrën ma ekstrem të mundshme. Sa e dëmton kjo? Normalisht që e dëmton. Çdo lëvizje që bëhet e shregullt jep dhimbje. Ndoshta jo në moment, por në kalimin e kohës, ai komision një pacienti jemi të ardhmen, që faktikisht do trajtohet në për ata është një pozitë që faktikisht nuk preferohet asesi që me qenë. Po, unë shgogja shqetësuese, unë isha dhe në zyre kur kaloj shumica atyne janë në gjysmë të shtrirë, dhe me thonë, monitorin e kanë në proporcion me sytë, po trupin, dhe me thonë, në dimenzionin matë pa përshtat shumë të mashë. Ja, du të edhe ti mi këshilu, tash e mas që... Që përshtat kom thirë Arber nga një këtu. Arber, një tjetër shqetësim që ndoshta mund të jetë shkaktar është edhe mos aktiviteti fizik. Ndoshta mund të kemi një karrik të përshtatshme në punë, por fakti që qëndrojmë shumë ullur, prap se prap, edhe nëse qëndrojmë në pozicion të drejtë, na shkakton dhimbje, sepse jemi pasiv. Përveç që ju këshillojmë me shku në fitness, që tjetër mund me bo? Nuk do me thonë gjithsesi që me shku në fitness edhe me ushtru. Nuk do me thonë gjithsesi që me ushtru me pesha, që me pas një trup të drejtë. Duhet me pas një aktivitet fizik, qoftë ecje, qoftë hiking, ciklizëm, apo çfarë do aktiviteti fizik, është shumë i rëndësishëm edhe është shumë thelpsor, për shkak se ndihmon shumë në shëndetin fizik dhe atë mendor. Po. Cilat janë ankesat më të shpeshta që të vinë Arber ti? Më së shpeshti janë dhimbjet e qafës. Qafës. Dhimbjet e shpinës, zakonisht. Janë dhimbje osteomuskulare më shumë, për shkak se edhe studimet kanë treguar që dykon rreth 70-80% janë dhimbje të muskujve dhe dykon rreth 20-30% janë dhimbje në për shembull të hernisë diskale ose të disjeve intervertebrale. Po. Her pas here ndodh dhe ndëgjojmë shpesh kur vjen me flajt mirë, po qohesh prej gjumit me qaftë koqet ose me një pjesë të kësaj krahërorit, a flem keq, a kemi tendosje afatgjate? Po, fillimisht për me analizu, faktikisht duhet me pas një analizë strukturore të trupit, duke i ditë shumë mirë dhe me thonë se kufizimi i lëvizshmërisë në cilën anë është dhe në ku kufizohet lëvizshmëria. Dhe për atë arsye, do me thonë, vjen deri tek arritja e trajtimit të suksesshëm, duke i ditë edhe dhimbjet, shkallën e lëvizshmërisë, dhe gjitha këto vjen deri tek një zbulim edhe një trajtim sa më i mirë. Po, Arber, një fakt shqetësues është që kryesisht qytetarët të cilët ndoshta janë pak të informuar, kërkojnë thjesht vinë po du fizioterapi se vëllem qafa. Çfarë rekomandohet? A kërkohet fillimisht një arsye, a eliminohet rreziku ortopedike të tjera? Fillimisht duhet jetë një anamez, për shkak se pacienti mundet me pas dhe sëmundjet shoqërueshme, dhe kjo do me thonë na ndihmon neve në gjetjen e shkakut, për shkak se fizioterapia nuk merret vetëm me trajtimin e simptomës, por merret dhe me shkakun e saj. Për ata, çdo rentgeni është rentgen edhe qoftë edhe i thjesht nëse është, neve na kryjm punë edhe për me gjetë ma lehtë problemin. Seansat e fizioterapisë patjetër që janë të rëndësishme dhe fillimisht bëhet çaja analiza të cilën masanej vjen deri tek trajtimi i duhur. Po, do me thonë nuk rekomandohet një fizioterapi pa eliminu njëherë pyetjet shqetësuese që mund t'i ketë pacienti. Po, profesioni është shumë i rëndësishëm, më pastaj edhe do me thonë ku ka, se zakonisht mundet me pas dhimbje të qafës, po nashta problemi ne që e shohëm është më i madh në dhimbjet e shpinës. Mund ta dalloni një dhimbje, për shembull një shqetësim, edhe nëse është i lehtë, si kërkoni diçka i rentgene kështu, sepse e dini që afërsisht çka është. Ne me trigger point, me pikat të dhimbjes, ne detektojmë mirë si pjesë. Kur mund të jetë rrezik e kur jo? Po, edhe faktikisht në momentin që ne prekum, pacienti fillon me pas dhimbje, por pas seancave, për shkak se është e rëndësishme me ditë që seancat e fizioterapisë nuk mundën me qenë, do me thonë 5-10, zakonisht në pjesën osteomuskulare, për 3 deri në 5 seanca pacienti njihet më mirë, por ka probleme të ndryshme, si problemet ortopedike, probleme neurologjike, të cilën nashta duhet gjatë tërë jetës së tij me pas gjithmonë nën përkujdesin e fizioterapisë. Edhe fizioterapia patjetër që duhet me eduku atë pacient që gjatë qëndrimeve të tij në shtëpi, gjatë profesionit që punon apo diçka,
dhe kjo është e rëndësishme që me pas sa më shumë sukses në trajtim. Po, tash me që i përmende seancat edhe shpesh kur vim për qafen ose për shpinën, edhe themi, ok, po i bëj 10 seanca dhe bëjmë ma mirë. Prap mund të shkaktojmë nëse nuk e ndrojmë stilin e jetës. Studimet kanë tregu që dikon rreth, nëse bën seancat në mënyrën e duhur, dikon rreth 6 deri në 12 muaj, domethënë e largon atë dhimbje. Por teknikat e fizioterapisë ka të ndryshme, edhe varësisht në varet prej për shkak se trajtimi nuk është i njëjtë tek secili person. Trajtimi është i veçantë edhe është në mënyrë të personalizuar për secilin. Për shkak se në raste të ndryshme, për shembull, nuk mundesh me bë traksionin. Traksioni është një zgjatje që mundet me u bë edhe në pjesën lumbale, edhe në pjesën cervikale ose torakale, edhe për këtë arsye apo elektroterapia dikon e irriton edhe nuk jep kënaqësi. Për ata duhet me gjetë mënyrën edhe metodën e duhur për me trajtu pacientin, qoftë çfarë do dhimbje që është ajo, dhe me pas një sukses sa më të mirë. Po. Në ndërkohë këta të cilët bëjnë fizioterapi dhe fillojnë seancat, ka një rekomandim të personalizuar, për shembull çdo ditë, çdo 2 ditë, çdo 3 ditë, një herë në javë, si është? Çdo ditë është pak e mundimshme. Po. Por domethënë një ditë me trajtim, më pas një ditë pushim. Okej. Varet prej fillimisht edhe varet prej problemit që ka, për shkak se që domethënë ndallohen prej trajtimeve se sa ku. Për shkak se doza mbi ngarkesës dhe doza e pushimit duhet bëhet në mënyrë profesionale, edhe varësisht prej simptomave. Një praktike shpesh që po kërkohet shumë është edhe kiropraktika. A duhet domosdoshmërisht secili që ka nevojë për fizioterapi me i bë edhe kiropraktika po? Jo domosdoshme, për shkak se ajo liron një farë lirimi në pjesën psikologjik, por sa mundet me ndiku, muna me thonë që edhe ndikon, por nuk është bazë. Nuk është do me thonë gjithçka që bëhet me kiropraktikë edhe që aty përfundan, sepse është një lirim momental, ndoshta ndihesh më pak më mirë qatë moment, edhe tani... Ka sukses, po mas shumë ti që ka sukses, për pos kiropraktikës që është një suksesi më i madh është tek ushtrimet. Do me thonë, ushtrimet janë ato cilat i rrisin stabilizimin e muskujve, ndikojnë edhe në çështje fizike dhe në çështje mendore të pacientit, edhe është një ndër teknikat më të mira që në 80-90% rasteve kërkohet më shumti për me u bë në çdo trajtim. Po, këta persona që janë duke bë terapit fizioterapike, a duhet ta ndalin që ato ditë fitnessin, për shembull se tha më herët që janë disa ushtrime që mund t'i bëjmë gabim dhe mos është shumë për muskuj tani? Faktikisht, në mënyrë ne si fizioterapeut ne e trajtojmë. Dhe faktikisht në varet prej problemit që mundet me e pas. Po, e mira kishtë qenë që me pushu, nëse ka dhimbje të qafës, ka dhimbje të krahut, të me thonë ngarkesa që mundet me i bë, e mira është që me pushu, dhe më pastaj me fillu me stërvitje. Për shkak se edhe kur i shoh, do me thonë me njëherë fillojnë me stërvit me pesha të rënda. Dhe kanë qef që me pas me njëherë muskuj edhe me pas performancë shumë të mirë. Performanca shumë e mirë arrihet gradualisht, arrihet nëpërmjet trajtimit mirë edhe ushtrimeve të sakta, peshës duhur, edhe fizioterapisë në një rast nevoje, do me thonë që gjithmonë. Arber, po du me të pyet për një shqetësim që besoj është i gjithëve, kjo pjesa e qafës këtu, cilën e preki me dorë, shpesh ndoshta përveç dhimbjeve që mund të jenë shqetësim, shpesh shqetësim është edhe prekja që duket pak më e lakune. A e shkaktojmë na, është me lindje, a trajtohet, a drejtohet me fizioterapi? Faktikisht nuk dihet ende se a është prej lindjes apo a është e ndërtuar, domethënë prej neve. Zakonisht mendoj që është edhe pak gjenetike, po trajtohet dhe pacientit zakonisht, domethënë pas disa seanca mundën mundi më mirë, mundën me pas, se kjo domethënë edhe në çështje dukurisë, ndoshta mundet më duk më ndryshe dhe ndihmon tepër shumë edhe trajtimi i fizioterapisë me si ne i themi gungën e qafës. Po, sakt gungën e qafës. Nuk e di, 7 zonat, a duhet, as duhet, a rekomandohet ajo me bë fizioterapi? Deri dikon rreth 6 muaj, çazanis duhet me përdor, por faktikisht duhet me qenë një trajnim i specializuar për krahas 7 zona, për shkak se është pjesë e ndihshme shtazania edhe varësisht pi komplikimeve që mundet me i pas në 7 zonë, edhe për ata duhet
deri në 6 muaj është e preferueshme, por dhe pas 6 muajve aktiviteti fizik normalisht ndihmon shumë, ecje, domethënë varet prej prej aktivitet. Përveç qafës dhe krave të cilët i fokusum, një tjetër pikë që shpesh ankohen për dhimbje është pjesa e mesit. Me thonë, ose që rrim shumë rat, ose që rrim shumë ull, ose çfarë do pozite që rrim pak më shumë se gjysore, ajo pjesa kur qohemi në kam është një prej dhimbtave më të mëdhaja. Po, është për shkak të zakonisht është hernitis, mundet me qenë herni diskale, mundet me qenë çështje e muskujve, për shembull muskuli piriformis është një muskull i cili jep tepër shumë dhimbje, kur preket është muskuli i vogël, po e ka ndjeshmëri shumë të madhe. Edhe për atë arsye, domethënë bën komprimim të rrënjeve nervore, siç është nervi ischiadik, edhe jep dhimbje. Zakonisht, kjo do me thonë, në momentin që na fillojmë me një seancë fizioterapisë me terapi manuale, pacienti ndihet edhe më mirë edhe fillimisht edhe stresi largohet. Për shkak se në terapi manuale, kur ne përdorëm, fillon me liru oksitocina, që është një hormon i knasisë dhe i lumturisë, i sigurisë, më pas niveli i kortizolit ullet dhe është një kortizoli, do me thonë, është hormon i stresit dhe krijohet dhe rritja e endofrinës, që është një hormon që janë, do me thonë, kundër dhimbjeve që naturale, hormon natural. Nuk e dia met, apo e vërtet, po thuhet që nuk bën me bërë shumë shpesh kiropraktik ose fizioterapi, se mësohet trupi edhe të tjera e të tjera. Si qëndron kjo? A halitet trupi? Po du fizioterapi. Zakonisht, varësisht prej, prej shkakut që mundet me pas, normal, trajtimet janë gjithmonë të mira, për shkak se fizioterapia është dhe edukim, jo vetëm trajtim, edukon pacientin, edhe patjetër që pse mos me bë. Po, për shembull, një person i cili ka një punë, kuda bank, i cili nuk është shumë aktiv, a rekomandohet sipas fizioterapeutëve të paktën 2 herë brenda vitit, një javë, 2 javë fizioterapi me bë? Një kontroll po. Kontroll po se po, në këto po du me marë si të mirëqenë që e bojnë fizioterapi. Gjithsesi, po fizioterapi patjetër. E kam fjallin edhe nëse s'kan probleme madhore, po trupin, qarkullimin, tendosin e muskujve, me e liru. Për shkak se kur trajtohet më herët, ai është larg edhe barnav, edhe operimit, edhe për atë arsye vetëm një dhimbje të vogël me pas, patjetër që ish dasht me ardh te fizioterapeuti, me kontrollu edhe me marr trajtimin e duhur. A ka pacientë të cilët i ktheni sepse nuk janë për fizioterapi me dhimbjen që vinë? Jo. Është në rastet se di, jo, nuk ka. Nuk ka raste kur s'lejohet fizioterapia? Jo. Fizioterapia është thuajse në çdo repart të shëndetësisë, edhe është tepër e rëndësishme, ndikon në çdo, ndoshta edhe para operimit, edhe pse një pacient ka më shku në operim, a edhe para operimit duhet me bë fizioterapi, që më përgatit për operim, edhe pas operimit. Dhe kjo është forma më e duhur. Po. Është një pjesë e shoqënisë që normalisht para se me ta bë pyetjen, po du me bë sqarim marramendje që kanë. Fillimisht duhet ta konsultoni neurologun, ortopedin për qafën, të eliminoni komplet arsyet e specialistëve shëndetësor të cilët sigurojnë që nuk është një problem madhor, por marramendja është një prej simptomave të shpeshta të personat që shpesh ndodh prej tendosjes së muskujve. A e lehtëson ose largon marramendjen fizioterapia? Po, me një trajtim duhen prej, do me thonë një gomë gjerë që i kemë të trajtimeve, për shembull dry needling, traksionit, terapisë manuale, elektroterapisë, patjetër që kam pas pas 3 deri në 5 seanca, besoj që kam pas një përmirësim shumë të mirë në marramendje, apo në kokëdhimbje, apo në mpirjen e duarve, për shkak se dhimbjet e qafës nuk janë vetëm dhimbjet e qafës, janë gjithmonë të shoqëruar edhe me këto probleme. Do me thonë, rastet të tilla nga personat feedback që ke pas pacient, e ndihen ma mirë nga fizioterapia. Sepse është një prej shqetësimeve më shpejt. Normalisht, po e ritheksoj që duhet ta eliminojnë gjithmonë që nuk është diçka neurologjike ose diçka që është më e thellë se aq. Po marramendja mundet me qenë edhe problem për dhimbjeve të qafës, mundet me qenë edhe probleme të tjera. Prandaj dhe me eliminohen një herë rreziqet dhe nëse ka mbet vetëm ajo, atëherë rekomandohet fizioterapia që mos të bëjmë një orientim të gabuar, sepse
mbi gjitha njerëzit e besojnë shumë ajo që ka flitet në këtë studio dhe mos ta bëjmë një rekomandim të gabuar. Gjithmonë marrëmendjen fillimisht e trajtoni tek specialistët, nëse ata ju rekomandojnë fizioterapi, fizioterapia është një prej mënyrave që lehtësohet shpesh edhe largohet komplet marrëmendja, sepse mbi të gjitha është ajo tendosja e muskujve që ka edhe stres, edhe nuk ndihet mirë, cilësia e jetës, domethënë ndryshon nga shumë për shkak se është një dhimbje që është pak e padëshirueshme. Absolutisht po. Bërë një pyetje që ndoshta ta bojnë edhe klientët, kjo kërsitja e gishtave, a na dëmton diçka? Nuk dëmton, po kanë treguar që në sëmundjet reumatizmale ndihmon sëmundjet reumatizmale, kështu që ndihmon mu avancu. Po, mu avancu, kështu që okej është me e bë, por jo gjithmonë. Jo gjithmonë. Sepse i kam pyet edhe reumatologët edhe ortoped, tash ta marrë edhe mendimin e fizioterapeutit. Përndryshe gjatë kësaj bisede kam tentuar me nejt ma drejt, kryesisht nuk rri kaq drejt, kështu që prapë se prapë është gabimi jon. Por fatmirësisht janë fizioterapeutet ata që të paktën na lehtësojnë ato dhimbje të cilat na shoqënojnë çdo ditë neve. Një rekomandim të fundit për shikues tonë? Nuk duhet me injoru dhimbjen, duhet sa më shumë aktivitet fizik, sa më shumë lëvizje. Për shkak se jemi një epokë ku lëvizim pak, rrim ulur më shumë se që duhet, edhe kjo. Po, edhe një pyetje të fundit, kur është normale një dhimbje dhe kur është shqetësuese me u lajmëru te fizioterapeuti? Çdo dhimbje, domethënë është një indikacion, jep një shenjë. Dhe patjetër që në çdo dhimbje duhet me u sqaru me doktorin specialist apo edhe me fizioterapistin. Po. E për ata pacientat çka kime thonë që her pas here kështu nga qefi e kërsosin qafën kështu? Po, okej. A është e dëmshme? Jo. Nuk është e dëmshme? Nuk është e dëmshme, por po them, në momentin që bëhet e tepërt dhe shprehi, atëherë ndihmon tek sëmundjet traumatizmale. Jo, kjo është kiropraktik në kurse shtëpie. Po mos e praktikoni shumë sepse mund të dinte jetë e dëmshme. Pani certifikum kiropraktik, nuk besoj se i shkon mirë me përdor asnjëni kiropraktikën, për shkak se është pjesë e ndihshme, sidomos pjesa e qafës, që pa një trajnim të duhur nuk mundemi me përdor kiropraktikën. Arbrën, të falenderoj shumë për këtë informata, përndryshe fizioterapia unë thash që është një prej profesioneve më të kërkuara sot, kështu që keni punë boll. Faleminderit. Po mirë është na me u kujdes pak më shumë për veten edhe me pas këta pak punë, na shëndet pak më të mirë. Faleminderit edhe një herë. Ju mirëpres edhe tema tjera, ka në fizioterapi shumë çka që mund të flasim. Ndërkohë e kemi bashkë rubrikën e magjikëve të vegjël. Çdo herë ajo begatia më e madhe e emisionit ton vjen nga fëmijët që na vinë në studio. Përveç që na zbukurojnë, na japin dashni, na bojnë me reflektu, na japin edhe një ndjesi sigurie që ardhmja është në duart sigurta sepse kemi fëmijë super talent.